الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى بقية الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. Falendrojmë Allahun fuqiplot, falendrimi takon Allahut, Zotit të botëve, atë falendrojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam ja dërgojmë familjes së Tij, shokëve të Tij dhe mbi të gjithë ata të cilët rrugën e Tij e pasojnë. Të dashur vëllezër, gjatë jetës tonë kemi këshilltar të ndryshëm. Si arsimtari, si hoxha, si prindi, si shoku, na këshillojnë, po edhe ne të tjerët i këshillojmë. Por nuk ka këshilltar më të mirë, më të madh, më të vërtet se vdekja. Nuk ka që dikush mund të të këshillon më shumë dhe më mirë se vdekja. Sepse vdekja është e vetmja e vërtet që askush nuk e mohon. Ka shumë të vërteta në jetë që mohohen, refuzohen, injorohen, mbulohen, ama vdekjen, si një gjë e vërtet e realt, askush nuk e mohon. I miri e i keqi, besimtari o besimtari, të gjithë këtë vërtet, këtë realitet e pranojnë. Kjo vdekja, si këshilltari më i madh, nuk bën dallim mes të varfrit dhe të pasurit. Nuk bën dallim mes të rinjve të moshuarve, e as të fortit e të dobtit. Çdo kush vdekjen do ta shijon. Çdo shpirt vdekjen do ta shijojë. Thot Allahu subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Çdo shpirt do ta shijojë vdekjen. Çdo shpirt, kullu nafs, pa përjashtim, çdo shpirt do ta shijojë. Është një përvojë personale që askush nuk e shmang. Unë e ti e ata që kanë qenë e që do të vinë, të gjithë vdekjen do ta shijojnë. Vdekja nuk është zhdukje. Me vdekjen e njeriut nuk zhduket njeriu, por kalon. Është një kalim që njeriu prej kësaj jetës së kësaj bote kalon në jetën e barzahut, në një jetë tjetër. Fjala Allahut azza wa jalla ayeti kuranor, kullu nafsin dha'iqatul maut. Çdo shpirt do ta shijojë vdekjen. Na mëson se kjo botë është e përkohshme. Masi që çdo kush do ta shijojë. Dhe askush për herë në këtë botë nuk do të qëndrojë, as do të jetojë. Kurse ahireti është e përhershme. Pse e krijoi Allahu vdekjen? Pse Allahu na krijoi, po me ne dhe vdekjen e krijoi? Pse masi që Allahu na dha fillimin, na dha edhe mbarimin. Alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ai Allahu është që e krijoi vdekjen dhe jetën për t'ju provuar se kush bën vepra më të mira. Ja pse Allahu vdekjen e krijoi. Ja pse Allahu në këtë botë na solli na krijoi dhe bashkë me të edhe vdekjen e krijoi, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, për t'ju provuar se kush prej jush bën më shumë vepra të mira. Kush bën më shumë vepra të mira? Allahu nuk tha më shumë vepra, por më të mira. Vepra më të mira. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, për të provuar se kush bën veprat më të mira. Jo më shumë, po më të mira. Vepra e mirë është vepra që bëhet me sinqeritet për Allah. Vepra më e mirë
është e vepër që bëhet në përputhshmëri me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Vepra më e mirë është ajo vepër që bëhet plotësisht për Allah dhe sipas asaj që na ka mësuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pra jeta është provë, dërsa vdekja është fundi i provës. Jeta është test, vdekja është fundi i testit. Në shkollë kemi pas teste, orën kur fillon dhe më fund zilja kur bie testi përfundon. Jeta fillon me ardhjen dhe lindjen tënde në këtë botë dhe jeta jote përfundon me vdekjen. Falaula idha balagatil hulqum, kur shpirti arrin në gryk, në atë moment ma pasuria nuk ndihmon. A i ke bo 100.000 apo 1 milion të kartë të uma, krejt botën të ta ofrojnë, s'bon fajde. A keni parasysh dhe sa mire shumë në kujtohet nëse sprovohemi me një sprov të vogël, me një smundti, në momenti kur në shkatrohen djenjat, në dobësohet imuniteti, në ftofet jeta, beso edhe fëmin nuk donë ta shikojsh, ta shohësh, etë si mala, lenëm një pak të pushoj, më leni të pushoj, një losti. Por në momenti kur shpirti mrin në fyt, çfarë ty dobi do të bën? Kush ty do të ndihmon? Në atë moment pasuria nuk ndihmon. Familja nuk mund të ndale, nalu ri mos shko. Jo, nuk mund të ndale. Nuk munden të afërmit e tu, më të dashurit që vdekjen ta pengojnë. As mjeku nuk mundet të shpëtoj. Por veprat janë ata të cilët që qëndrojnë me ty, me ne, bashkë në vorë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, krijesa më e mirë, modeli më i mirë, sa më shumë që flasim për të, aq më shumë fajde vetit do t'i bëjmë. Kurse si mos u pajtoni, mos një të pajtoheni me ata të cilët nuk duhet folet për vdekje, po na friksoni me vdekjen. I dërguari Allah ka thënë, kujtoheni sa më shumë shpeshherë vdekjen, sepse vdekja t'i shkatron knacit. Po si një mos më knaq, ju një knaqemi, po në qka knaqemi, me qka knaqesh, e kur ta kujtojsh vdekjen, edhe ke marr hapat të gabuara, për një vepër të gabuar, e kur ta kujtojsh momentin e fundit, ta shkatron qatë knaqësi, ku shkoj, qka bëj, vdekja mundet të më takon, në këtë moment me këtë vepër. Çfarë do të thotë ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Kujtesa e vdekjes e pakson dashurinë e tepërt për dynjan. Se ne jemi të lidhur fort për këtë dynja. Kur ora ajo ai niqahi, martesa jon me këtë dynja është shumë e fortë. Sa do që të tentojmë ta divorcojmë, nuk divorcohet. As që prej neve kjo dynja largohet. Sa ma shumë që ne prej sa ikim, aq ma shumë ajo pas neve vrapon dhe na afrohet. Kujtesa e vdekjes e pakson dashurinë e tepërt për dynjan. E ndalon njeriun nga mëkati, nga gjunahi. Sepse kur të kujtojsh vdekjen, kur të kujtojsh momentin e fundit, momentin e llogaridhënies në një grop që mund të jetë prej gropave të xhenemit, ose mund të jetë një kopsht, një bafqe të xhenetit,
Kur ta kujtojsh këtë, në momenti kur të gjithë do ta kthej shpinën, i vetmuar i haruar në brendin dhe errësirën e varrit, shtrati yt dheu, jorgani yt dheu, jastiku yt dheu, në të djathtë dhe, në të majtë dhe, një vend i gusht, aq ma shumë gushtohet dhe të shtrëngon e të ngushton, sa që brit i pi njëra mbi tjetrin. Kur ta kujtojsh këtë moment, paraqitjen e engjëjve, të cilët do të paraqiten në mënyrën, në formë trishtuese, për ta dhënë ti gjevabin, llogarin, përgjigjen për jetën tënde si e ke kaluar. Çka ti gjatë jetës tënde ke punuar, ke vepruar. Kjo të pengon, të ndalë. Ndoshta këto fjalë nuk kanë çaçum prekse, nuk kanë çaçum që i zgjojnë zemrat tona, po përsëri në këtë moment kur ta dëgjosh vetëm fjalën vdekje, vdekje, vdes trupi. Vdes trupi ku shpirti yt do të ndahet prej trupit. Më trego çfarë ke ndëgjuar se si do të jetë ndarja e shpirtit nga trupi. Çfarë përjetojnë të vdekurit, çfarë kanë përjetuar në momenti kur shpirti është ndarë prej trupave të tyre. Çfarë dhimbje kanë pas. A i kanë pas dhimbje të kësaj dynjaje, apo dhimbje të vdekjes janë dhimbje të tjera e të veçanta. Ky ajet, ky hadith në realitet në nxit për pendim, taube. Kur të mendojsh për vdekjen, për momentin e fundit, dhe kur të kujtohen gjynahet mëkatet, dhe kur të kujtohet ajo se çfarë ke bërë, çfarë ke vepruar dhe sa për Allah ke punu, me njëherë të vjen fjala Astaghfirullah. Astaghfirullah wa tubu ilaihi. O Allah, po pendohem, po bëj istighfar, kërkoj falje, falem o Allah. Gjithashtu tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fazuruha fa inna tudhakkirukum al-akhirah. Vizitoni të vdekurit varet, sepse ua kujtojnë ahiretin. Ua kujtojnë ahiretin, atë që po shumë e kemi haru, dhe pak për ahiretin jemi të mendu. Dhe fort me këtë dynja jemi martu. Sa që, vallahi, veprat, mënyra e jetesës tonë tregon se shumë pak për ahiret më dëm. Varezat janë mësimi heshtur. Kur shkojsh te varet, ke një qetësi, vrej një qetësi të pa imagjinueshme. Nuk do gjon za. Por në brendin atyre vareve, çfarë ndodh me ata të vdekur, duke lutur Allahu që rahmet e magfiret t'i bën, t'i fale ata dhe neve. Çfarë ndodh në brendin e varezave, çka përjetojnë ata, si shpërblehen e si dënohen, e kur të mendojsh në gjithë këtë, dhe kur qohesh se ku do të vish, ku do të vish, para të je ke shpinë, varet ne që ashtu kimi në fshat, kur shkoj të varet e prindërve të mi, shpinë e kam para. E varet i kimi varezat sipër. Edhe sheh ku jeton, edhe sheh ku do vish. Edhe mendon për jetën mundi kontributin. Gara këtu, ha këtu, ha ketë, ha dhe kaq, ha dhe pak, hajde dhe birit, ha nipit, ha mesës, ha motrës. Shkoj ymri. Shkoj ymri, shkun vitet, të vraputër ma të poshtë, pa të mundësi për gjithë shka, po s'pa të mundësi për namaz. Pa të mundësi për gjithë shka, s'pa të mundësi për agjerim.
bën një farë krahasimi të asaj jete që jetojnë të gjallit dhe këto që jetojnë tash të vdekurit në jetën e barzahut. Atje në fshat dëgjon zhurmën e njerëzve, qenve, kafshëve, bërtitme, biseda të fshatarëve. Këto në alt një qetësi, një këshillus i heshtur që tep një këshill edhe thu, ku do shkojmë? Ku do futem? Ku do futem? Hape një varë, ose kur qeli një varë, bërë unë futu mrenda. E provoje si është. Cila është përgjigja? Tutem. Kam frikë, subhanallah. Po qelim temelën e, apo ndërtojmë shtëpi. Temel. Ha? Futem imre. Në varë, thjesht. Futu mrenda edhe shtriu. Edhe shiko se cila është shtëpia jote e parë. Se Othmani ka thënë varri është shtëpia e parë. Kush shpëton në këtë shtëpi do të shpëton edhe dytën në ahiret. Kush nuk shpëton këtë shtëpi nuk do të shpëton edhe dytën. Kur të mendojsh se çfarë do të ndodhe me ne, a jenë gjunahet tona të falura apo ende janë të pa falura dhe ne duhet të llogaritemi dhe të japim gjavab. Vëllezër, nuk kemi kohë për të humbur. Nuk kemi kohë për të humbur. Nuk kemi kohë, sepse vallahi e gjithë koha në iku. Në iku koha me thashethene. Në iku koha me hajgara. Në iku koha pa lexim, pa akide, pa Kur'an, pa dhikr, pa pasim të sunetit të Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Wallahi na iku koha. E koha është e shenjtë. E kjo kohë për ne shumë kundra do të dëshmon. Selefët, gjeneratët e para, ata e jetonin jetën e tyre me vetëdijen se çdo ditë mund të ishte dita e tyre e fundit. Dhe ishin fort të vetëdijshëm për këtë gjë dhe të bindur. Këtë edhe ne e dim, ama nuk kemi të vetëdijshëm. Ne e dim, ama kemi mungesë të vetëdijes. Ajo që tregon se kemi mungesë të vetëdijes janë veprat tona të cilat i bëjmë. Kur kemi kohë për hajgare vetëm pandal, për sharje, fyerje, për qarje, harame, gjunahe, krejt kjo dëshmon se ne nuk kemi të vetëdijshëm. Ne e dim se çdo moment mund të jetë momenti ynë i fundit, ama nuk kemi të vetëdijshëm për këtë gjë. Prandaj ne vazhdojmë atë rutinën tonë me harame, me gjunahe, derisa të na vjen meleku i fundit dhe të na merr shpirtin me një vepër të keqe. E i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam për shenjave ka thënë: "Idha habba Allahu 'abdan assalah." Kur Allahu e do robin e tij, Allahu e bën mjalt. E bën mjalt robin. Si e bën mjalt? Ja mundson robit me bën një punë të mirë e pastaj me marr shpirtin. Për shenjave se Allahu e don. Por për me ta mundësu Allahu me qenë fundi ytë si mjalt dhe me përfundu këtë jetë me një vepër të mirë, se njeriu do të rinjallet në ahiret ashtu si që ka përfundun këtë dynja. Nëse dëshiron që kështu të jetë gjendja jote e fundit përfundimtare, ndalu dhe i vetëdijshëm ti dhe unë, të vetëdisohemi se çka bëjmë. Jeta nuk jetohet dy herë. Nuk përsëritet jeta. Nuk do të mundemi të kthehemi. Vetëm na mundësohet i dëgjojmë kërkesat e të vdekurve. Do të na dalë shpirti nga friga. Do të vdesim. Nuk do të mundemi të përballojmë kërkesat dhe dëshirat e tyre.
Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Llogaritni vetin tuaj para se të ju llogarisin. Ndalu pak mendo. Llogarit e vetin tënd. Foli vetit. Deri kur kështu? Deri kur kështu? Foli vetit, merrën pyetje se do të vijë dita kur dikush ty do të merrën pyetje. Por kur dikush tjetër ty do të merrën pyetje, ti do ta kesh vonë. E ti ma nuk mundesh ti ndihmosh vetin tënd. Ama tash, nëse e vet llogarit vetin tënd, ke mundësi për përmirësim, korrigjim, avancim, ndryshim të gjendjes tënde personale. Çdo nat bëne muhasebe, vet llogarite, vetë llogaritje. Pyete veten, çfarë bëra unë sot për ahiretin? Sot, ditë e gjuma. Dita më e mirë e javës. Çfarë bona unë për ahiret? Cila ishte vepra që unë sot e kam bo për ahiret? E fala sabahin? Fillojmë me sabahin. E fala sabahin. Kur e fala sabahin? E fala në xhami sabahin. Shkova në punë. Si u solla në punë. Kë e ofendova. Kë e lëndova. Kë e nënçmova. A i fala namazet tjerë. A dhash lëmosh sadaka. A i kontaktova prindërit. A u luta për ata. A regullova një problem mes dy vëllezërve. Çfarë bëna sot unë për ahiret? Se kjo ditë e sotit ma nuk thehet. Kjo natë mund tjetë momenti kur ne do të ndahemi për kësaj dynjaje. Edhe shumë thjesht, ndahemi për kësaj dynjaje. Deri shpirti shkove, përjetove dhimbjet e vdekjes, u takove i pave engjujt edhe melekun i vdekjes, e tash përjeton realitetin i varrit. Ska, nuk ka këtu lojë. Më nëllë dhe provoj dhe po këthejmë, nëse më pëlqenë, nëse më pëlqenë, më pëlqenë ka menet, nëse më pëlqenë ka medal. Jo, s'ka këtu. Është një rrugë që është pa këthes, nuk ka këthes. Është një rrugë me një drejtim. Një drejtim nuk ka këthes. Pa tjetër ne do të hecim. Qajrë s'ka. Po ku është vetë dia? Pyete veten, çfarë bëra unë sot për ahiretin? Sepse kujtimi i vdekjes e prish shijen e mëkatit. Çdo ditë ne mëkatojmë Allahun. Çdo ditë ne mëkatojmë Allahun. Dhe dita e Bajramit për ne çdo herë është në ajo ditë kur ne Allahut gjunah nuk i bëjmë. Ditë Bajramit i e ke kur Allahut gjunah nuk i bën. Tregom një cila është ajo ditë kur ne Allahut gjunah nuk i bëjmë. A ka ndonjë ditë që na lu themi ne, sa ditë e shtunë, unë do mundohem që këtë ditë bërëm që të mundohem, a mund ta kaloj këtë ditë unë pa gjuna, ajo. Pas vdekjes, del shpirti, kemi jetën në varr, barzakhun, kemi ringjalljen, llogaridhënien dhe kemi xhenetin ose xhehenin. Dhe këtu merr fund gjithçka. Këtu merr fund gjithçka. Unë i thash shumë shpejt, vdekja, dalja e shpirtit, llogaridhënia, barzakhu, llogaridhënia, ahireti, xheneti, xhenemi. Por kjo është një rrugë që kohën e saj, kohëzgjatin e saj vetëm Allahu e din, po jeta e të vdekurve në varr është më e shkurtër se jeta jonë në këtë dynja. Të vdekurit, jetën e tyre në barzakh e kanë më të shkurtër, shumë më të shkurtër se jetën tonë në këtë dynja. E pastaj vjen momenti që njeriu të drejtohet, kjo është vendi yt ose kjo është vendi yt. Dhe këtu s'ka, merr fund gjithçka. Allahu thot: Rabbi rji'uni la'alli a'malu salihan. Zoti im më kthet që të bëj vepra të mira. Por atëherë është vonë ma. E ke marrë atë që ke meritu. Ja Malik liaqdi alina rabbuk, o Malik, se Allahut një ditë vetëm me na vdek. Ta prijetëm vdekjen atë që sot nuk e dumi. E xhenemli do ta kërkojnë vdekjen në xhehenem. Vetëm
që azabin I xhehenemit mos ta përjetojnë. Sepse prej Allahut nuk mund të kërkojnë. Po dhe Maliku thot, heshni dhe qëndroni në të. Mos folni, fala tukellimun. Se juve u thoshte besoni një Allahun ju se besonit. Ju thirreshit për me fal namazin nuk e falnit. Ju thirreshit për ibadet adhurim ju nuk bonit. Ju këshilloheshit për mos sharje, fyrje, ofendime, mos përgojime, ju e bonit. Tash, mos flit. Qëndroni në të. Shijoneni atë që Allah ka përgatitur për meritorët të këtij vendi. Pendohu sot jo nesër. Tash, pendohu jo nesër. Se nesër, ndoshta nuk kemi kohë. Falu sot, para se të ta falin ty namazin e gjenazës. Kthe borxhet dhe kërko halalak. Sepse haku I tjetrit është I rëndë dhe I madh në ahiret. Mos e lëndo askënd. Nëse mundesh të një fjalë mirë, ose hesht. Shto sadakan, jep sa ma shumë lëmosh. Do ta kesh hije në ahiret dhe mbaje zemrën të pastër. Ashtu siç dëshiron Allahu ta sheh dhe ta takon. Dhe na ditë nuk do të shpëton për vetë se ai që do del para Allahut me zemër të pastër. Zemra në të cilën nuk ka shirk, nuk ka mosbesim, nuk ka mendjemasi, nuk ka xhelozi, nuk ka urrëtie. Zemra e pastër nga gjithë këto gjëra. Kjo është zemra të cilën Allahu dëshiron që ta takon. A janë zemrat tona në këtë gjendje? Gjokush e din halin I zemrës vetë. Gjokush e din gjendjen e zemrës vetë. Andaj, tash të pendohemi e jo nesër. Si ndikon kujtesa e vdekjes në zemër? Nëse ne kujtojmë vdekjen, çfarë ndikimi kanë zemrët tona? Çfarë ndikimi kanë në zemrët tona? Nëse folim ne për vdekjen, e kujtojmë, edhe flasim më shumë herë, a është ndikimi negativ apo pozitiv? Një, e largon mendje madhësinë. Kur ta kujtojsh vdekjen, e kupton sa I vogël je. Kur ta kujtojsh vdekjen, e kupton se sa I dobët je. Kur ta kujtojsh vdekjen, e kupton se ku do të shkosh dhe kë do të atakosh. E shton për ullësin, aq ma shumë të bon I për ullur, aq ma shumë të bon që të adhurosh Allahun, aq ma shumë të ull kokën, jo, në vardët me hi, vardët me hi, kutit. Ta shton për ullësin, e forcon sinceritetin, sepse kur e kujton vdekjen, ti e kupton se e vetmja gjë që ty do të bon fajde në varr është vepra yte e sinqert që e ke bo për Allah. E rrit frikën, trejmemi, fiksohemi, po gjithashtu edhe e shton dhe e rrit shpresën tek Allahu te bareke ve taala. E bën njeriu më të butë me njerëzit. E bën njeriu më të butë, se kur mendon se ka vdekje, s'ka gjo, kiamet I vogël, nuk ka gjo ma rëndësishme se kjo. Nuk merresh me muhabetet e halkive. Nuk kushton rëndësi çka kanë thënë të tjerët dhe si kanë menduar për ty. Po ti pa ndërprej mendon për gjendjen tënde në brendin e varrit, që askush dhe kërkush fajde nuk do të bën, po vepra yte që e ke bë gjatë jetës tënde. Pra e bën njeriu më të butë. Vëllezër, si përfundim, vdekja nuk është fundi. Nuk folëm për fundin. Çka tham? Është kalimi dhe fillimi I jetës së vërtetë. Se kjo jetë është kalimtare, mashtruese. Fillon jeta e vërtetë. Njeriu I mençur nuk është ai që ndërton shumë për dynjan, si që bëjmë ne, dhe që dëshmon
në paksim të ose mungesë të meçurisë tonë. Njeriu i meçur nuk është ai që ndërton shumë për dynjan, por ai që përgatitet për ahiretin. Si pyetje më e rëndësishme për mua dhe për ju, si pyetje ta dëgjoj me shumë kujdes dhe si fjalë e fundit, nëse kjo natë do të ishte nata e fundit, a jemi gati? Nëse kjo natë është natë e fundit, a jemi gati që shkojmë ke Allah? A jemi gati ta fillojmë jetën realt, jetën e vërtetë? Lusë Allahu subhanahu wa ta'ala na jep një fund të mirë, na e falë gjunaat e të na mëshiron, e zemrat të na i pastron. Lusim Allahun që fundi ynë këtë dynja të jetë me la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Lusë Allahun që këto fjalë, këto këshilla të gjejnë vend dhe të zanë vend në zemrat tona, e të i zgjojnë zemrat tona, e të i nxisin zemrat tona për afrim dhe shtim të veprave të mira që do të jenë favor dhe dobi të njeriut në dynja e në ahiret. Lusë Allahun që Allahu të na falet, të na mëshiron, për të devotshme Allahu të na bën. Lusë Allahun që të vdekurit tanë Allahu magfiret e rahmet i bën, Jannatul Firdaus me Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam të na bashkon, wa akhiru dawana an alhamdulillahi rabbil alamin.